Sot jemi në Fier ose në kryeqendrën e Myzeqes. Në fakt, edhe Fieri, ashtu si disa prej qyteteve të tjera të Shqipërisë, le të themi që vuan nga sindroma e qyteteve të pavizituara, edhe pse mua më duket një qytet shumë interesant, i cili vitet e fundit ka psuar në mënyrë pozitive edhe një transformim total, sepse qendra e qytetit është rikonstruktuar e gjitha, ka një shëtitore, është bërë një shesh shumë i madh eventesh dhe nga ana tjetër do doja të theksoja edhe diçka tjetër që edhe pse Bashkia e Qytetit ka qenë e suksesshme në realizimin e eventeve të ndryshme ose festave lokale, unë di që ka shumë të tilla përgjatë gjithë vitit, siç është për shembull festa e gjelit të detit, festa e lule shtrydhes, festa e grurit, Muzak Fest që bëhet në Apolloni, pra ka disa evente që e bëjnë të suksesshëm në ditë të caktuara të vitit, që do të thotë e bëjnë të vizitueshëm, por në përditshmëri, si qytetet e tjera me resurse kulturore, Fieri gjithashtu është një qytet që le të themi nuk ka një numër të lartë të turistësh dhe ne duam të kuptojmë pse ndodh kjo gjë, megjithse qyteti ka mjaft objekte që janë interesante dhe janë me vlera për të vizituar edhe nga ana turistike.